elementët, çfarë dëshirojnë, dhe unë i përmbledh në një kuti të përbashkët dhe të personalizuar. Do të thënë, gjithë bukuria e seteve që ndron tek detajimi dhe tek personalizimi. Në ekran shohim një pjatë, por gjithashtu janë edhe 2 gota të punuara shumë bukur me perla. Vinë si kërkesë e vetë klientit, vetë shiftit pra, që i zgjedh. Dhe shoj gjithashtu në pjesë ngjitur me gotat është edhe një jastëk i vogël, është ai që ban unazat apo jo? Po, jastëku mbajtësja e unazave. Në përgjithësi, klientët e zgjedhin vetë. Në këtë rast, kemi një klient që ka kërkuar një kombinim të themi të 2 aksesorëve dhe të perlave dhe të gurve të kristalve. I ka dashur të 2 të përmbledhura dhe kështu që në të gjitha elementet janë përpjekur që të vendosja nga të 2 elementet dhe të krijoja një komplet të përbashkët. Dikush tjetër e kërkon vetëm me perla apo vetëm me kristale. Në këtë rast i kishim të ndërthurura të 2. Po, janë të përdorshme këto gota? Patjetër janë të përdorshme. Apo mbeten thjesht si suvenire dhe si kujtim? Jo, janë të përdorshme sepse duke filluar që nga materiali që këto punohen, është një lloj boje të cilën unë e krijoj vetë, domethënë me pluhur shkëlqyes. Dhe është një përbërje e cila i reziston qoftë ujrave, qoftë kohës, nuk mund të gërvishet lehtësisht. Domethënë sepse realizohet me një lloj pjekjeje që ne i bëjmë gotave dhe kalojnë në një temperaturë më të lartë, të themi, dhe janë shumë herë më rezistente, domethënë mund të lahen, mund të përdoren kush e di sa herë dhe nuk ka asnjë problem, qoftë për ruazat apo qoftë për elementet e tjerë. Shoh edhe një gdhëndje në gotë, që është emri dhe data simbolike është detaj i cili është shumë i rëndësishëm në kërkesat që kanë edhe çiftet që